Pra na po e shohim që vajza ka qenë e dhunuar, është konstatuar, shteti e ka marrë në mbrojtje, mirë po, brenda 2 vjetë prap përfundon në një dhunim sistematik, edhe ato mbrenda një natë se 2 prej 8 njerëzve. Pra është sërish shteti dështon me mbrojt një fëmijë. Deri tash kemi disa raste. A ka dhënë përgjegjësi për ato se çka ka ndodhur? Ajo që e kemi raportu në vitin para 2 vjetë ka qenë që ka pas një dështim zinxhiror të institucioneve të sigurisë në hetimin e rastit të 11 vjeçares dhe përkundër asaj që ka pas një raport i cili është dorëzuar në Prokurorinë e Prishtinës, i cili prej Inspektoratit Policor ka konstatuar shkelje dhe probleme serioze në mënyrën që policia e Kosovës e ka trajtuar atë rast. Na nuk kemi hetim penal për këtë rast dhe nuk kemi llogaridhënie mbrana policisë të Kosovës për ato veprime që janë bë. Këtë çka kanë qenë disa lëvizje të stafit, pra ata njerëz që kanë qenë përfshirë në hetimin e rastit janë lëvizën punë, pra kanë shku prej komandantit këtu në komandant atje ose prej hetuesit në këtë rast në rastin tjetër. Mirë po përfundimisht i tërë zinxhiri i cili ka qenë i përfshirë policinë e Kosovës në hetimin e atij rasti, në hetimin e atij denoncimi vazhdon me qenë në punë polici dhe vazhdon me majtë uniformën e shtetit Kosovës. Njëjtë edhe me prokurorin i cili e ka trajtuar rastin dhe në ato raste është konstatuar që ka pas probleme për shkak se nuk ka pas urdhra të mjaftueshëm për me hetuar që duhet këtë rast. Pra ajo që ne mujmë me konstatuar që llogaridhënia institucionale për ato që ka ndodhur para 2 vjetë me këtë vajzë nuk ka ndodhur llogaridhënia vetëm e personave të implikuar në rast, pra ata që kanë kryer dhunimin ose janë përfshirë si persona fizik janë pru para gjykatës, mirë po zyrtarët institucional nuk janë bë. Kjo vjen si pasojë një tolerimi, kisha me thonë mbrana institucioneve, një solidariteti mbrana institucioneve për me mbrojt njëri tjetrin edhe në rastet kur ka abuzim me profesione dhe shkelje të autorizimeve zyrtare, dhe në anën tjetër ka dhe një lloj solidariteti të njerëzve mbrana institucioneve për shkak se në momentin kur konstatohet që shteti, zyrtarët e tyre nuk kanë vepruar, atëherë shteti merr përgjegjësi dhe duhet me dhënë llogari para ligjit edhe para qytetarëve. E dyta është post trajtimi. Pra na po e shohim që vajza ka qenë e dhunuar, është konstatuar, shteti e ka marrë në mbrojtje, mirë po brenda 2 vjetë prap përfundon në një dhunim sistematik, edhe ato brenda një natë se 2 prej 8 njerëzve. Pra është sërish shteti dështon me mbrojt një fëmijë i cili ka met në rrugë, i cili nuk mundet me mbrojt në këtë drejtim. Pra kemi një situatë ku ne mujmë me konstatuar që në gjatë gjithë kohës kemi dështim për me mbrojt këtë viktimë. Ky është një rast, po ne besojmë që kemi edhe raste të tjera të cilat janë duke u trajtuar në këtë formë, e në anën tjetër kemi edhe raste të nënraportuara, pra dhunime dhe abuzime seksuale të cilat nuk janë duke u raportuar në institucionet tona për shkak të një stigme që ndodh në vendin tonë. Ajo që duhet me e kuptu është që në mënyrën e trajtimit ose në mënyrën qasjen generale të shtetit ndaj kësaj problematike, na nuk kemi pas në ndryshim sistematik ose ndryshim përmbajtësor në krejt faktor që i bin me ndodhë këtë raste,